Rusia dhe Bielorusia kanë zhvilluar stërvitjet më të mëdha bërthamore të viteve të fundit, duke ngritur frikën për një përshkallëzim të ri të luftës në Ukrainë dhe tensioneve me NATO-n. Presidenti bielorus Aleksandr Lukashenko mori pjesë për herë të parë në simulimet e përdorimit të armëve bërthamore taktike dhe strategjike së bashku me Vladimir Putin. Gjatë manovrave ushtarake, u përdorën raketa balistike Iskander-M, avion luftarak dhe sistemet avancuara hipersonike, shkruan A2CNN. Analistët paralajmërojnë se vendosja e më shumë armëve bërthamore ruse në territorin bielorus mund të jetë sinjal se diçka e madhe po përgatitet në rajon. Sipas ekspertëve, Moska po përpiqet të friksoj perëndimin dhe të ushtrojë presion mbi Ukrainën përpara samitit të NATO-s, raporton Al Jazeera. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka paralajmëruar se Rusia mund të përdorë Bielorusinë si piknisje për një ofensiv të ri drejt veriut të Ukrainës dhe Kievit, ndërsa NATO ka reaguar ashpër duke thënë se çdo përdorim i armën e bërthamore do të sillte një përgjigje shkatëruese. Megjithatë, disa analistë besojnë se Lukashenko po përpiqet të balancojë marrëdhëniet me Moskën dhe perëndimin, duke shmangur përfshirjen direkte të Bielorusisë në luftë.